Lidhja Demokratike e Kosovës Dega në Malishev ka vizituar organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s. Kandidati për kryetar të komunës së Malishevës nga radhët e LDK-s, Fatmira Demaj, së bashku me disa nga anëtarët e Degës u pritën nga kryetari OVL UÇK-s në Malishev, me Tush Kryeziu dhe nënkryetari Feriz Krasniqi. Kryetari i Degës së OVL UÇK-s me Tush Kryeziu në bashkëbisedim me Ademajn tregoi për objektin e ri të organizatës, duke shtuar se kanë disa plane për të ardhmen që duhet kompletuar. Kryeziu shtoi se në nivelin e Kosovës, ky është objekti vetëm i dedikuar për këtë kategori. Në nivel Kosovës është i vetëmi objekt që i dedikuar për këtë kategorinë. Këto në objekte ndryshme ja me qeroja, se te tash kem qenë me të vërtetë që duhet në komunë kem pas një zyre, po për punë akon shumë e vogël atin. E tash ti po kem kushte mirë, që si Rusia dojmë me punu që duhet e me ecë, për kushte mo nuk për ambient, pa menoj atin. Po ato mungesat financiare, ato pashaqen çdo herë atin, se kjo puna shoqatës nuk pedin të atin aktivitetet e tyne ja homoshat e veteranë si për nashkojnë ja varrimet ja ato atin, së pa mund mja gjikni me pikë se që ka që duhet, atë po ta këshyrëm tash. Kryetari i Degës së LDK-s në Malishev, Fatmira Demaj, tha se kemi obligim që bashkarisht të ndërtojmë vlerat e luftës dhe të paqes. Aty ku do jem zonë i fuqishëm i vlerat të UÇK-s. Do kesh përkrahjen time edhe të lidhjes demokratike në çdo aspekt, edhe për te lidhjes demokratike në shërbim të organizata dalë nga lufta. Tutja Demaj shtoi se për te subjekteve politike duhet të marrim përgjegjësi të cilat na takojnë, të jemi unik karshi vlerave të luftës. Këtë do përpiqem ta bëj vazhdimisht, edhe nuk do duhet këtë subjekt politik i cili na ndon këtë drejtim. Nënkryetari OVL UÇK-s, Feriz Krasniqi, theksoi se si organizat kanë nevojë për përkrahje institucionale. Më të vërtet neve na duket përkrahja institucionale. Vërtet i përmbledhë kryetari gjitha ato, po sinqerisht po them që 8 vite që jemi në këto, shumicën e raste jemi të kryej me financat tonat, me makinat tonat. Kemi kërkuar disa herë edhe të kryetari, edhe të kryesuesi që përderisa një zyrtar ndoshta kundërkërkojnë është i thjeshtë dhe mund të pas një kërkesë zyrtar pse mos ta ketë organizata veteranëve të luftës. Krasniqi tha se si organizat nuk e kemi përkrahur në mas të hapur asnjë subjekt politik. Pesi kemi ardhur me mundu me qenë apolitik. Domethënë se kemi përkrahur. Kuptuar bindje politike kemi tonë, por nuk e kemi përkrahur në mos të hapur asnjë subjekt politik. Në fjalën e tij, kryesuesi i Kuvendit Komunal në Malishev, Argjend Thaçi, falenderoi kryesinë e OVL UÇK-s për promovimin e vlerave të luftës, duke theksuar se është shumë e rëndësishme për gjeneratat e reja. Dhe njëkohësisht edhe për promovimin e vlerave të luftës që po i bëni, sepse me të vërtetë tani ka nevojë për promovim, sepse kemi gjenerata të reja shumë vite që nuk kanë qenë përjetës luftës dhe është shumë e rëndësishme që të jetë promovimi, sepse nuk ka nevojë promovim për ata të cilët e kanë përjetuar luftën, por ata gjenerata që nuk e kanë bërë, padyshim që ka me pas nevojë vazhdimisht. Thaçi gjithashtu i përgëzoi për unifikim rreth zgjedhjeve si struktura të reja të OVL UÇK-s. Edhe po ashtu edhe për unifikimin në skenin politike dhe për unifikimin e brendshëm brenda organizatës juaj, sepse në çdo herë kur të ka zgjedhje mund të ketë dallime, por në fund ajo që keni bën unifikimin total, domethënë për ta zgjedhur si strukturat e reja të OVL UÇK-s, është për çdo lavdall. Në fund Ademaj tha se do të jetë gardian i vlerave të UÇK-s. Çfarë do pozicionimi që jam, qoftë i parë i komunës, qoftë si opozit, njëjtin qëndrim e kom karshi OVL UÇK-s. Kështu që në këtë tonë do të jem gardian i çdo vlere të ushtrisë të Kosovës.